Shikues të nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok, ku do ndalemi ditën e sotme tek disa zhvillime të rëndësishme. Do të flasim për atë çka po ndodh tashmë në lindjen e mesme pranë mes SBA-s dhe Iranit. Kam të ftuar ditën e sotme ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Lutfi Bilali. Zot Bilali, ju përshëndes kënaqësi. Kënaqësia ka ime, përshëndetje. Zot Bilali, atëherë do doja ta nisja me një paralajmërim nga zyrtarët izraelit, cilët kanë thënë se pas Ayatollah Khameneit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është objektivi strategjik pra i radhës, dhe kjo deklaratë provokuese ndoshta përshkallëzon edhe më tej tensionet në lindjen e mesme dhe sugjeron dhe qëllimin e Izraelit për t'u kundërvënë kërcënimeve të perceptuara nga fuqitë rajonale. Zot Bilali, si fillim, si e shihni këtë sarale, e shihni dhe mendoni se po hapet tashmë një front i ri dhe pas Khameneit, a është vërtet Erdogan objektivi që mund të ndes ndoshta një luftë të madhe Turqi-Izrael? Po, kjo është në sfondin e propagandës e cila realisht nuk është veç propagandë, mund të ketë edhe plane konkrete, jo tash, por jo tani për tani, por për të ardhmen në afërt mund të jetë cak në shënjesër presidenti turk. Besoj që deklaratat e tilla vinë në kohën kur kemi, mund të them, lindja mesme është në flak nga një luftë e cila ka marrë përmosa të egzagerimit në aspektin e terrenit dhe të territoreve, e cila mund të prapët dhe të shtrihet jo vetëm në lindjet e mesme, nga se edhe pse Turqia ka këtë epitet gjeografik si një vend që kufizohet, shtrihet dhe kufizohet me këto shtetet të cilat sot kanë një situatë të turbullt. Por politika e Izraelit apo politika sioniste, më mirë thamë, ka arritur deri në atë pikë që ta vënë në shenjë edhe liderin turk, por nuk ka të bëjë shumë me emrat përveçshëm, ka të bëjë me vizionin i cili për fatin e keq të popujve çdo herë duhet të kemi atë ndjeshmërinë që pson popujt në këtë rast, edhe popujt që jetojnë në këtë region, siç janë arabët dhe ebrejt, por mendoj që deklaratat të cilat mbjellin dhe fusin panik kanë një qëllim edhe psikologjik, po edhe tregojnë shenjat që çka mund të pret e nesërmja një duel apo një ndeshje të drejtë për drejtë mes Turqisë dhe Izraelit, dhe mendoj në këtë drejtim Irani është ndoshta shënjestra në zhvillime sipër, shënjestra e parë për të zbutur, mund të them, atë që njihet brengat e Izraelit për mos rrezikim të ekzistencës së tij. Dhe në këtë drejtim mendoj që politika turke është vetëdijshme, dhe sidomos në Siri, në Sham, do jetë përleshja, mendoj, e arshme, po që se kjo luftë përfundon në fitore, ta quaj bindse të Izraelit ndaj Iranit, që dorën e zemër gjasat janë shumë të vogla që të ndodhë kjo. Por, si të qoftë, për të qenë ma i shkurtër dhe të vinë në përfundim të pyetjes së juaj, Turqia është zërë dysh i arshëm për lindjet e mesme, për konflikt potencial. Qartë. Zot Bilali, nga ana tjetër, ushtria libaneze dislokoi trupat nga disa pozicione kufitare të krijuara së fundmi, pas asaj që e përshkroi këtu pra si një përshkallëzim izraelit. Mendoni se tashmë po përgatitet Izraeli për ndoshta një operacion më të gjerë në jug të Libanit, apo kjo është vetëm presion strategjik për të frenuar këtu edhe aktorët e armatosur në zonë?
Jo, tash mendoj që Hezbollahu është futur në lojë, ndoshta edhe qëllimisht, për të shpërndar, më të them, aktivitetin izraelit, jo vetëm në drejtim të Iranit, por edhe me shtetin I cili është një kohë të gjatë problematik në raport me Izraelin. Disa dronë që kanë goditur, nuk është të vërtetuar, saksuar, sa kanë pas efekt të bazave angleze në Qipro, britanike. Mendoj që ka zgjuar jo vetëm atë aspektin se ku deri mund të shkon konflikti, apo mund të zgjerohet. Dhe taktikisht aja dugma e Iranit në këtë rast përmes Hezbollahut ka arritur që ta ketë tamam momentumin për të arritur të krijojë edhe panik në vendet dhe bazat u gjenden në mesdhe, por edhe më gjerë. Dhe kjo mendoj sepse nuk është hera parë, Izraeli me IDF-in në tyre është prezent në vijën, mund të them edhe për nën lumin litan në Liban, ka një lloj kontrolli dhe incizim të situatës ku goditet shpesh edhe pa aktivitetet të tilla apo pa një luftë të tillë të sëqme. Izraeli ka goditur Libanin dhe Beirutin, pjesën e Beirutit, mund të them pjesën lidore, ju lidore, ku është e koncentruar bazat e Hezbollah apo qendra apo edhe popullata, nga se Izraeli e don Libanin në atë popullatën kur godet, popullatën në veri të krishterë dhe pastaj pjesën tjetër të muslimanëve suni dhe shi. Dhe thotë kjo ndarje shpesh edhe Netanyahu e bën e përmend këtë citat dhe këtë terminologji për aleancën me sunitët kundër shia, dhe kjo me të vërtet praktikisht mund të them në një farë mënyre ekspozohet në Liban. Por mendoj që Izraeli ka tash edhe trupa toksor, parashe ofenziv dhe aktivitete në Libanin jugor, për bombardimet kanë qenë të ashpra, bili ka bë thirrje që të evakuohen pjesë të rezidentëve apo të banorëve në pjesën e Libanit të Beirutit, në kryeqytetin e Libanit. Dhe kjo tëra tregon që aktiviteti dhe goditja do jenë aktivitete të vështira, sidomos për popullatën civile, por tani është ky maner I tillë ku Izraeli nuk ndalet në planet e tij edhe për deportimin e pjesës së Vestbankut në Palestinë. E qartë. Nga ana tjetër, zoti Bilali, media shtetërore ka njoftuar se dronët ndërkaq kanë shënjestruar dhe një port Omani duke goditur edhe një rezervuar karburanti. Mendoni se ky është mesazh paralajmërues ndoshta ndaj vendeve të gjirit, apo vetëm fillimi I një faze të re ku infrastruktura energjetike tashmë bëhet dhe objektivi kryesor? Po, tash të drejtën nuk e di